Mirë, shenjat që janë favorite dhe ato që nuk janë fort? Shenja që është favorit që sa jave është shenja e shigjetarit. Kemi shenjen e peshorës dhe nga në tjetër do të kemi dhe shenjen e luanit. Okej, super. Mirë, ato që e kam pisk? Atëherë, shenjat që e kam pisk, shenjat kardinale në përgjithësi përveç shenjës së peshorës nuk mund të them se janë shumë pozitive në këto momente, duke qenë se kemi Saturnin retrograd tek shenja e Dashit. Kemi nga ana tjetër edhe shenjën e Akrepit vetëm për shëndetin nëse nuk janë të vëmendshëm, por këtë po e them thjesht kaq, vetëm nëse nuk janë të vëmendshëm dhe thjesht për shëndetin, kaq. Po nëse jemi të vëmendshëm dhe dëgjojmë sinjalet e trupit tonë është komplet e kundërta, dhe kur shenja tjetër që ka pak problematike do të jetë shenja e Britciapit. Po. Temat i thash detyrimisht. Shumë interesante. Mirë, vetëm pak nëse mundesh që na thuash cila do të jetë shenja me fat për muajin gusht. Shenja me fat për muajin gusht është shenja e Luanit dhe shenja ujorit, të dyja janë, po kanë shumë fat. Dhe shenja e Dashit, por shenja e Dashit më sforcohet pakës nga Saturni në retrograd, që se jemi të përgjegjshëm, e kemi më shumë fat, sepse kjo përgjegjësi do të na çojë edhe që të aplikojmë gjitha projektet që përmenda. Pra, ajo çfarë thash këtë javë për shenjën e Dashit është shumë e vlefshme për pothuajse gjatë gjithë muajit gusht. Prandaj dhe duhet marrë parasysh. Duhet marrë parasysh. Denisa, me të vërtet, gjatë këtij sezoni ka qenë një super kënaqësi të bënim bisedë me ty, edhe në fakt ke qenë një ndër të ftuarit, prandaj them një ndër të ftuarit që njerëzit mezi kanë pritur të shohin ditët e hëna, ose në këtë rast që të martave kur na është dashur që për arsye të aktualitetit të shtyjm ftesën në studio. Ishte vërtet kënaqësi bashkëpunimi me ty. Kënaqësia ishte gjithmonë ime. Shumë faleminderit. Denisa, faleminderit shumë. Ka qenë një bashkëpunim i cili ishte shumë i frytshëm, shumë i bukur. Besoj gjithë njerëzit i kanë marrë le të themi të gjitha informacionet e duara prej teje gjatë gjithë vitit. Sot i vum ka pak një sezoni shumë të gjatë, por do shihemi së shpejti. Patjetër. Patjetër, pa diskutim. Mirë, ikim në reklama, kthehemi pas pak.